unë nuk di që të ketë një vendim të kryesisë për t'i mbyllur dyert. Le t'i lëm kohë institucioneve, le t'i lëm kohë forumeve të partisë që të marrin vendimet, le t'i lëm kohë debatit brendshëm që të marrin vendimin e duhur. Unë mendimin tim e kam thënë dhe e përsëris edhe një herë këtu. Partia Demokratike nuk e ka luksin të humbi askënd. Ne duhet jemi më shumë se ç'jemi, ne duhet shtohemi, ne duhet zgjerohemi, ne duhet ja shtrim dorën kujtdo. Dhe nuk më pëlqen që ky debat i brendshëm po ndodh nëpër studio televizive. E kuptoj që ka një interes të madh për zhvillimet, për debatin në Partinë Demokratike, por e përsëris një herë, në një parti politike vendos vota. Që të thuash të hiki Jorida që të vi Mariani nuk është e mjaftueshme. E përcaktojnë anëtarët e partisë këtë. Në një parti politike duhet të vlej vota. Kështu që këto gjërat mekanike të pastrohet, të ndryshohet, të hiki, të vi, unë nuk besoj që na kanë shkuar, janë formula që nuk na kanë shkuar në të ardhmen. A duhet të zgjerohet patjetër, a duhet të ndryshojë patjetër, a duhet të përmirësohet, të hapet sigurisht patjetër. Dhe ky është momenti, në këtë moment ku do të ketë edhe një rifreskim të strukturave, unë mendoj që ky është pikërisht debati që ne duhet bëjmë. Partia Demokratike ka zgjedhje të brendshme. Edhe në momentin që ka zgjedhje të brendshme, sigurisht që ka dilema, ka debate, ka diskutime. Unë e kam ndjekur nga media, të them të drejtën, diskutimin e zotit Saliani dhe kërkesa ime për të, edhe kur e kam takuar, po edhe në media ka qenë hajde bëje betejën Partinë Demokratike. Boll ka vuajtur Partia Demokratike këto vite me një betejë që ka ndodhur nëpër studio televizive. Se në fund të ditës ne nuk duhet të mendojmë se ku jam unë. Se me thënë të drejtën, për shembull, mund të më pyesja a ke ambicie ti, po ti më pyete për Salianin mua. Nuk ka rëndësi ku jam unë nesër, as ku është Saliani, rëndësi ka ku do jetë Partia Demokratike dhe ku do jenë demokratët, çfarë do ofrojmë ne. Për mua ky debat duhet të ndodh brenda Partisë Demokratike, nuk duhet të ndodh jashtë. Fakti që ndodh jashtë për mua është shqetësues. Nuk e shoh ke Partia Socialiste këtë që të ndodh jashtë, atë s'ka ndodhur ndonjëherë jashtë. Është e shëndetshme që në një parti politike debatet të ndodhin aty brenda. Dhe sa herë që ka pasur mundësi dhe kur ka rastisur, këtë i kam thënë edhe Ervini, këtë i kam thënë dhe publikisht, kemi boll forume për të folur, hajde bëje debatin aty, debati studiove, ne nuk na ndihmojnë 3 vitet e shkuara. Nuk na ndihmoi. Dhe gabimin që kanë bërë 3 vitet e shkuara s'kan për ta bërë sot. Nuk kanë për të dhënë mendimin që do jap në forumet e partisë.